Demokratët e drejtuar nga Sali Berisha kanë nisur sot procesin e negociatave me aleatë dhe partitë të tjera jashtë koalicionit të 11 majit në një përpjekje për të dakordsuar një emër konsensual që do të garojë për zgjedhjet e pjesshme në Bashkinë e Tiranës. Të mandatuar nga kreu i PD-s Sali Berisha në këtë proces negociatash janë Flamur Noka, Belind Këlliçi dhe Ilir Ali Mehmeti. Ky është takimi i parë që të mandatuarit e Berishës zhvillojnë në kuadër të zgjedhjeve të pjesshme, ndërkohë që duket se nga negociatat është përjashtuar a priori Lëvizja Bashke e Ardind Qorit. Flamur Noka, sekretari i përgjithshëm i PD-s, tha se kjo parti është e hapur për të diskutuar me të gjitha partitë opozitare, me përjashtim të Partisë Bashk të Ardind Qorit, të cilën ai cilësoi si një parti të majtë radikale. Ai shtoi se nuk ka asnjë vit të kuqe për partitë e qendrës dhe të djathtës, ndërsa theksoi se pjesë e takimeve janë aleatët tradicional të PD-s. Sot kemi takimin me dy aleatët tanë, me Diun dhe Dukën. Në ditët në vazhdim do të ulemi me PL dhe partitë e tjera parlamentare. Dora jon do të jetë me të gjitha partitë e qendrës dhe qendrës së djathtë. Ne jemi të hapur si forcë politike për çdo figurë për të diskutuar, që do të parashtrohet nga aleatët.